Shefi e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka deklaruar se marrëdhëniet transatlantike kanë pësuar një goditje të madhe gjatë javës së fundit. Reagimi erdhi pasi liderët e Bashkimit Evropian u mblodhën në një samit urgjent pas javësh kërcënime nga presidenti amerikan Donald Trump për Groenlandën, kërcënime që u tërhoqën papritur pas një marrëveshje të paqartë për sigurinë në Arktik. Duke u përmbledhur, Kallas tha se Bashkimi Evropian po jeton në një situatë të paparashikuar. Pas samitit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u shpreh se uniteti i Bashkimit Evropian dhe angazhimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të vendosur pa përshkallëzim kanë dhënë rezultate. Samiti urgjent u thirr pasi Trumpi njoftoi se do të vendoste tarifa 10% ndaj 8 vendeve evropiane që kundërshtonin marrjen nën kontroll nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Groenlandës, territor autonom pjesë e Danimarkës. Edhe pse Trumpi u tërhoq nga kërcënimi për tarifa, zyrtarët evropian konsideruan të domosdoshëm diskutimin mbi marrëdhëniet më të gjëra transatlantike në një president të paparashikueshëm. Kryeministra daneze Mette Frederiksen vlerësoi unitetin e Bashkimit Evropian dhe gatishmërinë për të mbrojtur veten, duke theksuar se sovraniteti i Danimarkës nuk është i negociueshëm dhe se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëhet me respekt pa kërcënime. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Europa duhet të mbetet jashtëzakonisht vigjilente dhe e gatshme të përdorë instrumentet e saj nëse përballet sërish me kërcënime, ndërsa kancelari gjerman Friedrich Merz përshëndeti tërheqjen e Trumpit nga planet për Groenlandën dhe heqjen dorë nga tarifat shtesë. Disa liderë europian theksuan rëndësinë e ruajtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës si aleate. Presidenti i Lituanisë Gitanos Nausėda e quajti Shtetet e Bashkuara të Amerikës mikun më të afërt, ndërsa kryeministri polak Donald Tusk tha se Europa duhet të mbetet e bashkuar për mbrojtjen e marrëdhënieve transatlantike. Por shtoi se politika ka nevojë për besim dhe respekt, jo dominim as shtëngim. Edhe Groenlanda, e cila u largua nga Bashkimi Evropian në vitin 1985, këmbguli në respektimin e sovranitetit të saj. Kryeministri Jens Frederik Nielsen deklaroi se nuk e di për mbajtjen e marrëveshjes, por theksoi se territori dëshiron dialog paqësor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se sovraniteti është i panegociueshëm. Samiti është zhvilluar pas kritikave të ashpra të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili akuzoi Europën për ngadalësim të vendimarrjes dhe bëri thirrje për forca të përbashkëta të armatosura europiane. Sipas Institutit Kiel, Bashkimi Evropian ka alokuar 188.6 miliardë euro për Ukrainën deri në 31 tetor 2025, por proceset e vendimmarrjes kanë qenë shpesh të ngadalta. Ndërkohë, Parlamenti Evropian sinjalizoi se është gati të rishqyrtojë ngritjen e ratifikimit të marrëveshjes tregtare Bashkimi Evropian SBA pas tërheqjes së kërcënimeve për tarifa nga Trump. Presidentja e Parlamentit Rebecca Metsola tha se diskutimet mund të rifillojnë, por paralajmëroi për nevojën e vigjilencës. Bashkimi Evropian kishte rishqyrtuar edhe vendosjen e tarifave ndaj 93 miliardë euro mallar amerikan dhe përdorimi i instrumentit kundër shtrëngimit ekonomik në rast se tarifat do zbatoheshin. Edhe qeveritë më pro-amerikane pranuan se masa të tilla mund të ishin të nevojshme. Liderët evropian shprehin gjithashtu shqetësimin për nisjen e Trumpit bordin e paqes nga frika se ajo mund të shndërrohet në një strukturë rivale e OKB-s. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se Bashkimi Evropian ka dyshime serioze për disa elementë të kësaj nisme, përfshirë qeverisjen dhe përputhshmërinë me OKB-n. Deri më tani, Hungaria dhe Bullgaria janë të vetmet vende të Bashkimit Evropian që kanë pranuar ftesën për t'u bashkuar bordit të paqes, ndërsa Franca, Suedia, Norvegjia dhe Britania e Madhe e kanë refuzuar.